ky që i frymëzonte, këto është vetë ky që e quante Trumpin turp të njerëzimit, që as i interesonte Shqipërisë, s'kishte Shqipëria pse përzihej këtu muhabet. Në aferat të tilla globale të politikës mos e të lartë në majat e politikës botërore, do të ishte ky tip një mendim për këtë punë. Ta sigurisht që të reqin kapistrën dhe i thonë hajde këtu, se ne do të mbysim. Atë kapistrë që e kemi po e shtrënguam fort dhe të mbysim. Është Soros, që Shëron Velia është cili do tjetër nga raca e tij, e kupton që janë të pakënaqur me të dhe që përpiqen t'i marrin hakun. Po mua kjo s'më shqetëson as pak. E vetmja gjë që kemi për detyrë gjithë të bëjmë është që ata të mos i krijojnë imazhin e gabuar sikur janë vetëm ata në shesh, sikur ata drejtojnë protestën. Kjo nuk është e vërtetë. Ndërkaq, Partia Demokratike, kryetari i saj zoti Berisha ka lajmëruar një protestë në muajin qershor. Ditët e para të qershorit u tha. Keni diskutuar në grupin parlamentar për një datë të mundshme? Dhe avion të shqip opsionin të tubim në një kohë që në Tiranë po vjojnë lëvizjet qytetare, kjo protestë që në po flasim. Kjo është interesante. Në fakt ne në protestë jemi. Ne jemi që të gjithë demokratët, kudo ku janë e kus janë të parët ata kur dëgjojnë një sinjal që diçka po ndodh kundër Edi Ramës, i çonin sikti demokratët atje. Sheshi mbushet nga demokratët, jeni e bindur për këtë punë. Kanë provuar forca tjera për të bërë tubime me kudion se çfarë, edhe online, me shoqëri civile, ku se çka edhe 7-8 veta, 9 veta, 12 veta, 15 veta, kupton? Në masivizimin në këtë vend vetëm 2 forca politike kanë mundësinë ta bëjnë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Partia Socialiste nuk mund të jetë, e kuptoni që s'mund të jetë sepse është partia e Edi Ramës. Masivizimin atje sigurisht pjesën më të madhe, unë kam thënë 80-85% të pjesëmarrjes atje janë demokratë, domethënë votuesi i ekspozuar, drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në të gjitha nivelet, veçanërisht në Tiranë. Kështu që unë mendoj edhe kjo duhet parë mirë. Protesta, ja ta mbaroj lutem. Okej, ndjes, po. Ta mbaroj lutem se më bëhet një pyetje, vetëm të kthej përgjigjen. Po. Edhe unë këtë dilemë do ta kisha. Vërtet ne duhet të organizojmë një protestë politike, po duke dëmtuar këtë protestë qytetare, duke i bërë hije kësaj proteste qytetare, nuk e di, përgjigjja nuk jam i bindur nëse përgjigjja do duhet ishte po. Po, hajde të kontribuojmë që këtë protestë që ka lindur, të mos të sorosistët, erionvelizmat e ku diun të tërë këta majtistët, leftistët, domethënë të mos munden ta kanalizojnë siç ndodhi me atë protestën e armëve kimike që përfundoi me faleminderit shumë zoti kryeministër. Ti je njeriu që na duhesh. Po, jo, nga që thatë ne jemi në protestë, por nuk është një protestë organizuar nga ju. Jo. Këtë e thamë që në fillim. Po, sa po ju shpjegova faktin që në qoftë se unë pikërisht të ketë një protestë të drejtuar nga unë, të dëmtoj këtë protestën që në fakt është dhe që duhet ujitur, siç u thash, dhe duhet ruajtur që të mos përfitojnë ata që s'duhet përfitojnë nga kjo punë, po të vazhdojnë me të vërtetë mbetet një protestë qytetare, dhe ta detyroj Horrin të japi dorëheqjen, jo vetëm thjesht të riqet nga Zvërenci, po të japi dorëheqjen. Sigurisht që kjo është qëllimi i Partisë Demokratike, kjo është qëllimi i çdo shqiptari që e do këtë vend të lirë në demokraci dhe që e do këtë vend jo vetëm thjesht për flamengët e për pelikarin Kaçurel. Dakor, po e do edhe për fëmijët e tij dhe për pleqët e tij dhe për të ardhmen në vend. Ju kënaq syrin zoti Strazimiri ky masivitet qytetarësh në këtë protestë jo të thirrur nga Partia Demokratike? Po a ka gjë më të bukur se ai shesh? A ka gjë më të bukur se ai shesh? Sigurisht që ka rini shumë. Shikoj, lajmi i madh është që rinia ka dalë nga kafet. Rinia ka dalë nga kafet dhe është një rini, unë jam i bindur, është ka sigurisht predominanca atje, është ti i bindur ata që janë ditë thyen atë gardin e policisë, ata ishin që të gjithë domethënë demokratë, ishin rini demokratësh. Demokratë për strukturat e Partisë Demokratike, të ndërnor të Partisë Demokratike. Ishin rini politike. Ama një pjesë e rëndësishme atyre që janë në shesh atje, janë ato rini që fare mirë mund të kishin qenë kafe, kanë zgjedhur të ikin nga kafja, ishte një parull, një vajzë shumë e bukur, shumë gracioze, ishte që thoshte po të ishin punët në rregull do ishin kafe. Dhe me të vërtetë ky është problemi. Rinia duhet ta kuptojë, çdo qytetar duhet të kuptojë që punët nuk janë në rregull në këtë vend. Nuk e kemi luksin të rrimë në kafe. A ka gjë më të bukur se kjo që po ndodh? Dhe skeptikët, ata që kanë rezerva ndaj Partisë Demokratike dhe protestave të saj, thonë pikërisht këtë gjë, që atë që nuk e arriti Partia Demokratike, qytetarët e arritën vetë, sepse kauza ishte tillë, të ngrihen nga kafet. Nuk ju them dot që është kështu, janë ata që bëjnë të punë. Shiko, ka disa gjëra, një pjesë e mirë atyre që ju i quani skeptikët deri dje mbronin Edi Ramën. Sot duhet marrin nga pak kthesën, si detyron sheshi të marrin kthesën. Vjen Strazimiri dhe Partia Demokratike nuk ka nevojë të marrin kthesën për atë punë, se kanë 14 vjet që janë në shesh. Sigurisht që sheshi është i pasuruar, siç u thash, dhe me njerëz jashtë Partisë Demokratike,
nuk diskutohet ajo punë. Ashtu sikur se ju thash, dhe mund t'ju përmend me emra të gjithë personat që bën të mundur pardia protestën, që u përballën me policinë, që hoqën gardën dhe sot sheshi është i lirë për ditën e tip 6, janë që të gjithë persona që janë edhe në protestat e Partisë Demokratike, janë ata që kanë qëndruar përballë gazit dhe ujit me presion të policisë dhe dhunës policisë shtetit në gjitha protestat e Partisë Demokratike. Ka ndodhur një element shumë interesant që vëzhguesit ta që dalin në studio dhe që ju më përmendni tani, vetë ta kishin përmendur mbasi u lirua sheshi. Dhe mbasi u lirua dhe njerëzit vajtën atje, fillon marrën mikrofonin ta ju lutem mos bëni incidente me policinë. Po si do të mund të realizohej ajo protestë sot në ditën e 6, nëse atë ditë do ishin të rrequr dhe nuk do të kishin bërë incidente për të hequr gardin policisë. Kështu që prandaj ju them që çdo njeri që merr, jo çdo njeri që merr mikrofonin atje në dorë, jo çdo analist të studiosh është vërtet me protestën. Po. Ndërkaq thatë që protestë për momentin nga Partia Demokratike nuk do të organizohet pikërisht për të mos e prishur këtë protestë e cila po vijon. Nuk e kam. Jo, nuk e kam kompetencën për ta thënë këtë. Mendimi im do të ishte, nëse kjo do të dëmtonte këtë, unë do të thoja që jo, mund të presi një protestë kombëtare e Partisë Demokratike, mund të bëhet edhe në gjithmonë në varësi të mrekullie që po ndodh në shesh. Po, për ta mos e prishur këtë mrekulli. Po, si do të vijojë aksioni politik, zoti Strazimiri, në muajt e ardhshëm? Ne vazhdojmë në aksion politik. Ne vazhdojmë në aksionin tonë politik. Ne po vazhdojmë, jemi në zgjedhje me strukturat e Partisë Demokratike në ripërtëritje nga baza deri në qendër do të lidhet Këshilli Kombëtar, do të zgjidhë kryesinë e Partisë Demokratike. Ne vazhdojmë aksionin politik në komisionet parlamentare, ne vazhdojmë aksionin politik në seancat e parlamentit. Ne jemi non-stop, 7 ditë javës, 365 ditë të vitit në aktivitet politik. Dhe përsa i përket të dy reformave që kërkon konsensus politik, ajo zgjedhore dhe administrative territoriale, çfarë prisni që të ketë një marrëveshje të përbashkët, deri tani palët janë nuk duket në publikisht që të kenë një vit të përbashkët në qëndrimet e tyre? Personalisht jam skeptik. Po është thjesht, domethënë, instinkt, është mendim strikt personal, duke pasur parasysh domethënë eksperiencat e mëparshme dhe duke pasur parasysh se me kë ke të bësh. Që në sekondën e fundit, nëse ka njëri domethënë që të mashtron dhe të ndron fjalën në sekondën e fundit dhe prish procesin, është ky. Nuk është çështje Mazniku, nuk është çështje Damian Gjiknurësh me shok, ata në fund fare në sekondën e fundit presin një telefon për atë që do t'ju thotë dhe nëse jemi në konsensus dhe kemi gjetur gjitha pikat e kënaqshme, do t'ju thotë prisheni dhe do ta prishin. Kështu që është pak e vështirë të bësh një parashikim optimist. Unë personalisht jam skeptik. Po, kam dëgjuar edhe kolektuar që thonë që këtë herë situata është disi më ndryshe sepse ka një presion të shtuar të faktorit ndërkombëtar që mund ta detyrojnë qeverinë që edhe të pranojë një konsensus. Është e vërtetë. Dhe duhet ta detyrojnë. Çështja është që unë prap nuk kam besim dhe jam skeptik që pavarësisht presionit ndërkombëtar, ky e kupton që nëse rregullohen disa elemente të ligjit elektoral, nëse rregullohen disa elemente të reformës territoriale që në fakt duhet rrëzuar e gjitha, atij i bie në dorë arma më e fortë që ka, gerrymandering në territor. Dhe po marr një element, mos lejimin e koalicionave para zgjedhore, janë dy elementet kryesorë që ata e bëjnë të jetë me një avantazh të vështirësisht të kapërcyeshëm përballë çdo lloj opozite, të cilën e ka përçar me ligj, nuk e lejon të bashkohet me ligj zgjedhor e para. Dhe e dyta është fakti që ky, siç thot raporti ose BE-dit, ka kthyer partinë në parti shtet. E gjithë administrata publike punon për këtë. Nuk ekziston ndarje dhe vit demarkacioni midis partisë së shtetit, partisë në pushtet të raportit së BE-dit dhe administratës publike. Domethënë, nëse ky fillon dhe lëshon një nga një këto, sigurisht ky është një lajm i mirë. Unë nuk besoj, ai e kupton që nëse fillon të rregullojë deformimet që ka bërë vet pa opozitën, i vetëm që nga viti 2014-2015, ai domethënë i ka hequr vetes garancitë kryesore që ka që të mos bjerë kurrë nga pushteti. Ndërkaq, nëse protestat qytetare vazhdojnë dhe zgjerohen, ka patur protesta edhe në qytete të tjera, jo vetëm në Tiranë një ditë më para. Mund të shndrohen ato në një faktor alt presioni politik ndaj qeverisë, por edhe ndaj Partisë Demokratike, dhe pse sot zoti Berisha tha zyrtarisht në konferencën për shtyp që ne i respektojmë dhe i mbështesim protestat. Sigurisht, ne kemi 14 vjet në protestë. Risia që po ndodh sot është janë shtuar edhe ca të tjerë protestë. Kjo është, domethënë,
gjëja. Ajo që unë do të doja të domethënë që të mos ishte vetëm thjesht protestë nga këto, siç u thash, kjo armë, unë kam shumë frikë të punë. Dhe prandaj them që Leon Velizmat, Sorosizmat e kudion se çfarë do ta çojnë prapa aty ku çuan dhe kam frikë, dhe s'duhet lejuar që ta çojnë aty ku shuan protestën e armëve kimike. Domethënë, kjo nuk është thjesht protestë zvërneci, nuk është protestë për Pelikanin Kaçorel, nuk është thjesht për Flamengon. Në qoftë se ai nesër, çfarë ndodh? Në qoftë se ai nesër do të shikojë, nuk do ta bëjmë të projektin. E fshim, shumë bukur, do të bëjmë prapë një protestë mbështetëse faleminderit zotit kryeminist se ajo për armët kimike. Ja, sigurisht jo. Lëvizja qytetare dhe qëndrimi i shoqërisë, si pjesës më të mirë të kësaj shoqërie, në shesh ka ditë që është artikuluar. Dorëheqje tani, jo rregullimi i projektit për Zvërnecin. Jo tek ai projekti i bëjmë një vend dhe flamingove dhe mos na iki Pelikani Kaçorel dhe kudo se çfarë. Jo. Dorëheqje tani, nuk ka negociat. Ik, qërrou. Kështu që në qoftë se vazhdon këtë drejtim, është absolutisht, domethënë, do të jetë një ditë historike për Shqipërinë. Sipas burimeve të dy CNN, sot në orën 18 në Vlorë, Rama do të ketë një takim me banorët e Zvërnecit. Në këtë takim pritet të jenë edhe përfaqësues të bashkisë. E tha dje Sali Berisha, ato që ky i quan domethënë do bëjnë anti-miting. Po ju do. Ata i thonin dje në sallë, ishit aty. Sali Berisha tha ky do bëjnë një anti-miting në Vlorë, anti-Zvërnec. Ata i thonin jo, do bëjmë 35 vjetorin e themelimit të PS-së së Vlorës. Sali Berisha va shpjegoi dhe va dha me foto. E keni bërë 35 vjetorin para pak ditësh. Keni dekoruar me Zan Malen këtë radhë, të bëni për anti-Zvërnec. Kështu që prandaj ju thash, kam shumë frikë pikërisht këto elemente. Që të mbyllet ajo punë me faleminderit shumë zoti kryeminist, pas ka qenë një keq kuptim kjo punë. Ja tash u zgjidh kjo moment. Janë organizuar këtë lloj spektaklesh përpiqet të bëj. Janë organizuar dhe strukturat e Vlorës Partisë Demokratike për një protestë sot në të njëjtën orë? Në Vlorë? Jo, nuk e di, nuk kam, po ka pasur, kam parë dje një thirrje nga faqen zyrtare të Partisë Demokratike për protestë. Nuk e di nëse domethënë ka lidhje me, nuk e kam këtë informacion se do t'ju a thoja po t'ishte. Po dje rastësisht tek faqja e Partisë Demokratike në Facebook më duket se pash një e Partisë Demokratike të Vlorës. Më duket se kishte një thirrje për solidarizim me protestën e Tiranës diçka e tillë. Edhe një pyetje fundit për ta zhvendosur pak nga Zvërneci, nga Zvërneci dhe nga protesta. Ekziston rreziku që procesi integrimi zoti Strazimiri, integrimi europian i vendit, negociatat me Bashkimin Evropian të përdoren politikisht nga qeveria si një sukses ekskluziv i saj? Në rast suksesi? Sukses. Partia Socialiste Edi Rama ta konsideroi sukses i yni. Po, sigurisht. Domethënë, nëse ai arrin t'ia dalë që me gjithë faktin që është narkoshtet, që cilësohet narkoshtet, megjithëse i bari mezi kaloi, megjithëse Coelho mezi jemi në ato, megjithëse u tha që keni penguar drejtsinë, megjithëse u tha që jeni të tërë të korruptuar, megjithëse u tha që nuk po luftoni krimin e organizuar, megjithëse u tha që po pengoni drejtsinë, me kudion se çfarë, nëse ky ja del me këto, sigurisht është suksesi i tij. Është suksesi i tij në çfarë kushtesh, është tjetër gjë pastaj e mohabet, që Evropa nuk pyet më për standarde demokratike, Evropa jeton mirë dhe me autokrat, narkotrafikante, ku diun se çfarë në pushtet, Evropa ka vendosur të zgjerohet, mirë pafshim, nuk pyet më për standarde. Sigurisht që do të thotë po, jo vetëm që më mora, domethënë ndryshova Shqipërinë për keq, po ndryshova edhe Evropën për keq. Edhe Evropa hoqi dorë nga çto ishte deri dietë dhe bëri kështu si them unë. Sigurisht që është suksesi i tij. Çështja është, a është kjo probabël? A është një Evropë që pranon domethënë të fusë brenda, të mbyllë syt, një autokrat i cili nuk zhvillon më zgjedhje. I thotë OSBE Odiri, a mundet këtu është çështja, a mundet Evropa, Bashkimi Evropian të anashkaloj raportin për zgjedhje, jo të fundit, por të 4-5 raportet e fundit për zgjedhjet në Shqipëri të OSBE Odirit. A mundet Evropa të anashkaloj raportet që nxjerr vetë për narkotrafikantët, për pastrimin e parave në Shqipëri, për pengimin e drejtësisë, për korrupsionin e teja hapur, që dhe kur e kap drejtësia zëvendës kryeministit, i bëhet mburoj kryeministi, investohet parlamenti i gjithë për të thënë drejtësisë largohej se këtë ke shkruaj çik më shumë nga ç'duhet. Ktu është çështja, a do arrijë Evropa të bëjë këtë punë, a do arrijë të ndryshojë Evropën, se me Shqipërinë mbaroi punë. A do arrijë të shkatërrojë dhe Evropën nga pikpamja e standardeve demokratike? Nëse e bën, sigurisht që është suksesi i tij. Është suksesi i madh shumë. Zoti Strazimiru, falenderoj shumë për bisedën dhe për kohën tuaj. Faleminderit ju.